Vitet po ikin të ravrap, shumë gjana po humbin edhe kuptimin. 14 vjet nuk e lëshova artin, librin, diturin, punën, qëllimin. Ka shërby, me gjithë se shkrimet e mija disa për shembull janë pakës ma të dhimshme, ma të rënda. Psikologjia na mëson me qenë gjithmonë pozitiv. Tash kur përmenda ma herë për shembull alipodrimin. Tash jeta e atij rasti që e ka pas ka kriju shkrime shumë poezi shumë të rënda. Domethënë dhimbjen e vet e ka transmetuar te gjithë. Çdo shkrim ose çdo thonje ose çdo gjë që kam shkru e ka fshet një mesazh. Edhe fshihet mesazhi edukativ. Ai demoni brendshëm që mundon. Domethënë podrimja del sheshazi me mesazh të qartë, ta sjell fjalën letër, jo më fsheh shumë kanë mas figurave letrare. Edhe përmes një poezie tine, do me thonë ta shpjegon gjendjen e popullit. Miq Kosovar gjakojmë që nuk falën, a vritën plumbat dhe. Do me thonë, Sari lexoj emocionona shumë sepse janë vogje që më prekin shpejt. Janë vogje që më thellojnë në botën e mendimit. O shkrenari me pas poet tillë, edhe nuk duhet asnjëherë mu zvetnu vepra tyne, po duhet mu fuqizu vepra tyne edhe mundësisht me mujt me shku rrugës time. Dhe në shprehje tjetër, në shastis që kohë, e desha artin të bukurin. Me një kafe espresso, zhytesha në oqeanin e thellë të mendimit hapësire pafundme. E ti jeta ime me fajson që nuk bëra me tepër, që kotësit e stërkalat e kohës nuk arrita të ndalin. Pse kërkon gjëra që nuk mund t'i bëj. Nëse s'kam luajt në rrugë, vetëm të t'jafshi lotët kam arritur. Të lutëm, mos më fajso, jashtë lëkurë nuk mund të lë. Ua, sa e bukur. Sa e bukur, faleminderit shumë. Faleminderit për zëvendësisht. Feze dhe diçka, ke promovuar këta tituj, i ka publiku në duar, je përpjekur t'i shpër. Vitet po ikin të ravrap, shumë gjana po humbin edhe kuptimin. 14 vjet nuk e lëshova artin, librin, diturin, punën, qëllimin. Këtu është Shqiptari.